Mes cilave me gjemba të ish-burgut të Spaqit, në vendin që mbetet simboli i terrorit komunist në Shqipëri, Bashkimi Evropian përmes ambasadorit Silvio Gonzato përsëriti thirrjen për drejtësi dhe kujtesë historike. Apeli erdhi në 53 vjetorin e përkujtimit të revoltës antikomuniste të Spaqit. Gonzato tha se Shqipëria duhet bëjë më shumë për zbardhjen e krijimit të komunizmit dhe trajtim me status të veçantë për ish-përndjekut politik. The first thing that needs to be done. Duhet patjetër që të ketë një vend ku të përkujtohet heroizmi i atyre që dhanë jetën për këtë Shqipëri. Ruajtja e kujtesës dhe së shkurës është një drejtë themelore. Ka ardhur, madje ka kaluar koha që ky vend, ku shumë njerëz kanë vuajtur dhe kanë dhënë jetën, të kthehet në një vend përkujtimi. Gjithashtu duhet drejtësi jo vetëm për ata që mbijetuan, por edhe për familjarët e tyre që humbën jetën këtu në kërkim të lirisë. Po ashtu ishte-burgosët politik duhet trajtohen me status të veçantë. Trajtimi i këtyre çështjeve është ajo çfarë prit nga Shqipëria për të ardhmen e saj. Edhe ish-përndjekut politik kërkuan drejtësi për krimet e skaluarës dhe trajtim dinjitoz për ata që vuajtën në burgjet dhe internimet e regjimit komunist. Sot, mas 35 vjetë demokraci të rrinë eshtrat pa gjetur, do të thotë për mua është një krim që duhet dënohet. Gjithë autoriteteve ubicire, shtetërore, pa dallim, të mendojnë edhe për persekutuarit politik duke pajisur me një status të veçantë që edhe ata të marrin një pension suplementar. 150 vjet kanë me gjallë për nesh. Nuk e kam personale, se unë jam 82 vjeç, e kam edhe zjanin në shoqëri, por më dhoni pension dinjitos sa një sigurim i shtetit që s'kan lënë gjallë apo i të nesion gjallë. Me arrestimin tim dhe dënimin tim, qafirët morën vllain Muhamedin e ne prun këtu. Nënën me vllain e vogël i çun katon 3. Kurse mu vazhdojnë të më persekutojnë hala, sepse unë kam qenë shumë i egër në burg, duke mbrojt ngjyrat e kombit dhe flamurit tim. Kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Melyshi, apeloi për më shumë vëmendje ndaj memorjes historike të Spaqit, ndërsa përfaqësues të qeverisë dhe autoritetit të dosjeve premtuan hapa konkret për ruajtjen dhe dokumentimin e kësaj periudhe. Askur se ka menduar që mund të ketë turizëm për të merret e komunizmit, por i shërben edhe zonës, edhe komunitetit në interes të tyre për ta kthyer këtë vend në një pelegrinazh të përditshëm, të përvitshëm, edhe nga zonës shkollash, që të mund të mësojnë më tepër se çfarë ishte ky vend. E fatkeqësisht sot në librat e historisë, librat e shkollave tona në nënvjeçaret mesme nuk kemi asgjë të shkruar për ta. Ajo që duhet kërkojmë fort, e të ngrejmë zërin fort që të mos harrohet ajo çfarë ndodhi, se shpesh duke harruar mund larg o zot, po mund ndodhi që edhe të përsëritet. Në autoritetin e dosjeve ne kemi krijuar një grup të posaçëm pune, kemi rreth 2 vjet që punojmë në mënyrë intensive, kemi nxjerrë koleksionin në plot arkivor për sa i përket burgut Spaqit dhe çdo të dënuarin në mënyrë të padrejtë. Kemi marrë 70 dëshmi, do vijojmë të marrim dëshminë e çdo ishte dënuari që ka qenë me përfat të keq këtu në këtë burg. Në aktivitetin përkujtimor u improvizuan skena nga revolta antikomuniste e vitit 73 dhe u ekspozuan fotografi e dëshmitë të ishte burgosur politik.